Vetëm pahor para prajmit të së shtunës, kurioziteti se kush do të largohet në këtë pikë të lojës, me zgjertës Gjestit, Kellit, Mikit, Olës, Viserlës, Valbonës dhe Laertit, është tepër i lartë. Sondazhe të shumta janë hapur për të pyetur publikun se kush do të largohet, dhe përqindjen më të lartë për të larguar e ka Viserlu me 42% të votave, i ndjekur nga Miki me 18%. O Pasolla më 15%, Laerti dhe Valbona si konkurenti vetëm me 10%, të ndjekur nga Kelli me 8%, Gjerta me 7% të votave për të larguar dhe në fund Gjesti me 0%. Megjithatë, rezultatet ndryshojnë nga momenti në moment, ashtu siç ndryshojnë edhe dinamikat e lojës, por pavarësisht këtyre rezultateve, edhe pse Viserlo ka më tepër vota për të larguar, ajo që do të largohet sot është Miki, sepse është produksioni ai që vendos, dhe Miki është shumë pasive në shtëpi. Kujtojmë